Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Edi Blushi ka deklaruar se zgjedhjet e 11 majit nuk ishin as të lira dhe as të ndershme, ndryshe nga sa pretendohet. Në fjalën e tij në Komisionin e Ligjeve, Blushi solli në vëmendje rastin e Bashkisë së Vlorës, ku sipas tij banda me bezhe morën peng kutitë e votimit. Sot duhet të kërkoni një ndjesë të madhe, jo si përfaqësues politik, por si përfaqësues dhe drejtues i një institucioni të pavarur, që përkundrazi jo vetëm nuk morët asnjë masë për të garantuar standardet më elementare të zgjedhjeve të lira, standarde ndërkombëtare dhe zbatimin e ligjeve, por përkundrazi u bët palë, qoftë edhe me heshtjen tuaj, në shkallmimin e këtyre standardeve. Sepse të ndani në këtë komision vlerësime politike për një proces zgjedhor që edhe sipas zgjedhjeve paraprake, por edhe sipas gjithë fakteve të publikuara, edhe sipas qëndrimeve të gjithë atyre që konsiderohen si arbitre të pavarur, pra ju referova misioneve të vëzhgimit, këto konsiderata janë thjesht dhe vetëm përsëritje e deklaratave që hartohen në fakt në zyrën e Edi Ramës. Këtu jemi në Komisionin Parlamentar të Ligjeve. Ndaj do doja shumë për jush që të kisha një nuk pres të kërkoni ndjesë, që bët parë në shkallmimin e standardit të zgjedhjeve, për të paktën të kërkoni ndjesë për ndarjen e këtyre konsideratave, për sa kohë duhet të keni parasysh që edhe qëndrimet e faktorit ndërkombëtar, faktet që publikohen nga publikuar periodikisht nga opozita, lidhur me atë masakër që ndodhi dhe inekzistencën e institucionit tuaj në parandalimin e krimit zgjedhor. Unë personalisht ju kam kërkuar, ju kam bërë thirrje në 11 maj të reagoni për situatën në Bashkinë e Vorës. Sigurisht që nuk pati asnjë reagim, por të paktën sot duhet të jepi një sarim. Ku ishte KQZ-ja ditën e zgjedhjeve? Se nuk po pyes ku ka qenë para, sepse dihet që nuk keni qenë askund, po të paktën ditën e zgjedhjeve duhet ti përgjigjeshit shqetësimit të opozitës, të deputetëve, pavarësisht kraut të tyre, kur kërkonin ndërhyrjen tuaj për të parandaluar marrjen peng të qendrave të votimit, jo më larg se 10 kilometra në vijë ajrore nga zyra juaj. Një ngjarje e shëmtuar e cila u transmetua live në të gjithë televizionet. Faleminderit. Zoti Celibashi, fjala është për ju për përgjigjen e pyetjeve që ju bën. Në lidhje me gjykimin dhe vlerësimin e veprimtarisë së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, jam në një konflikt të hapur interesi për të thënë se si ka qenë kjo, po le të lexoj gjithë secili prej nesh atë çfarë thon vëzhguesi ndërkombëtar, po dhe vëzhguesit vendor në lidhje me atë qasjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve edhe për zgjedhjet e 11 majit, kështu që mjafton ajo, besoj. Për sa i përket vëzhguesve që janë pajisur me të përkufizuar si bandit me begje nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ato begja që janë shfaqur të paktën për disa vëzhgues nuk janë dhënë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ky është fakt i njohur publik dhe për këtë ka hetime penale. Ne kemi listën e të gjithë atyre të cilët janë regjistruar si vëzhgues, edhe pse nuk kemi ndonjë përgjegjësi mbi backgroundin e tyre. Ligji nuk kërkon asgjë në lidhje me gjendjen penale të tyre, statusin e tyre. Po të paktën ato çfarë janë evidentuar edhe veçanërisht në Bashkinë e Vorës, qartazi kanë qenë dokumenta të cilat nuk janë shpërndarë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kështu që lidhje me qëndrimin e dyfisht të KQZ-s dhe timin sot për zgjedhjen Bashkinë e Tiranës me dekretin e vitit 2019, unë s'kam qenë në 2019 në KQZ, kam qenë avokat, jam emëruar në KQZ në 2020-ën, edhe nuk e di çfarë qëndrimi ka mbajtur KQZ-ja në lidhje me dekretin e 2019-s. Jo, nuk e di fare se çka ka vendosur, të thash në 2019 se çfarë qëndrimi ka mbajtur.
në lidhje me 350 kuti të votimit, e kemi dhënë përgjigjen publike zyrtare që ato 350 kuti votimi janë dhënë një organizate jo qeveritare për një projekt që mbështetet nga Këshilli i Evropës për të zhvilluar procedura të simuluara votimi në shkollat e Shqipërisë. Ka dokumente për këtë, organizata dhe Këshilli i Evropës i kanë bërë publike dhe marrëveshjet, kontratat. Dakord. Qa di bëtë një ish deputeti pësës 350 kuti, do të bëtë shpi me ta? Këtë se di. Po, faleminderit zoti Celibashi, zoti Strazimiri. Zoti Celibashi, përshëndetje, faleminderit që jeni këtu sot. Po shfrytëzoj nga rasti që u treguat i hapur që në pyetjen e zotit Bylyk Bashi, që edhe në qoftë se bëhet fjalë jo strikt për raportin e vitit 2024, ju mund të ktheni përgjigje. Gjithsesi, thjesht për t'ju parashtruar që pyetjet e mia nuk kanë lidhje strikte me raportin e vitit 2024, nëse dëshironi mund të përgjigjeni, nëse jo, unë e mirë kuptoj. Thatë njërit prej kolegëve që jeni në gjendje për sa i përket regjistrimit të emigrantëve. Këtë radhë në zgjedhjet e vitit 2025 jeni në gjendje të thoni për secilin prej tyre, domethënë çfarë vështirësie ka pasur, cila ka qenë problematika.